Asnjë qytetar i Republikës Kosovës që të ngarkojë një fotografi të bërë para 3 muaj, 4 muajsh. Në bazë planifikimeve, të cilat do të detajohen më shumë prej njësive që janë marrë edhe me aspekte teknike edhe organizative që ndërlidhen me këtë proces, kosto do të jetë më lartë. Nuk duhet ta kemi diskrecion nëse vullnetin që të kufizohemi nga kostoja në dëmtim të një procesi zgjedhor. Kjo procedurë të mos dështojnë fund. Dhe marrë parasysh edhe gjitha dyshimet, dilemat e ngritura lidhur me integritetin e procesit zgjedhor jashtë vendit, si antar të KQZ-s ke marrë në konkluzionit që kjo procedurë duhet të ndryshohet, pra po flasim për procedurën e regjistrimit të votuesve jashtë Kosovës dhe të votimit të këtyre që regjistrohen si votues jashtë Kosovës. Cilat janë këto dy ndryshime përmbajtësore që po bëhen në kuadër të kësaj rregullore dhe që parashet edhe zgjedhjet lokale edhe për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, një ka të bëjë me procesin e regjistrimit të votuesve jashtë vendit. Pra regjistrimi nga ta shetutje do të bëhet me fotografi në kohë reale. Pra nuk mund asnjë qytetar i Republikës Kosovës që të ngarkojë një fotografi të bërë para 3 muaj, 4 muajsh apo të manipulohet përmes fotografive që mund t'i kenë njerëzit në databazat e tyre. Pra do të mundësohet përmes platformës që të bëjnë fotografi në kohë reale me bashkë me letërnjoftimin e tyre në dorë, por edhe të dokumenteve tjera të cilët do t'i bashkangjisin. Po ashtu, një ndryshim tjetër është ajo e dërgimit të fletvotimeve me post, pra fletvotimeve tek secili qytetar që jeton jashtë Kosovës. Përmes shërbimit që do të kontraktohet, shërbimi postar që do të kontraktohet nga ana e KQZ-s, do t'i mundësohet përmes kësaj rregullore KQZ-s dhe shërbimit votues që personi i cili regjistrohet për të votuar jashtë Kosovës do t'i shkoj fletvotimi i ti përkatës bashkë me zarfin kthyes në Gjermani, Zvicër apo kudo që ai jeton. Këto janë dy ndryshime ta quaj përmbajtësore që janë bërë në kuadër të kësaj rregullore. Këto ndryshime përveç përmirësimeve të dukshme në procedura, në integritet, transparencë procesit, nuk do të harruar edhe kostën. Pra në bazë planifikimeve, të cilat do të detajohen më shumë prej njësive që janë marrë edhe me aspekte teknike edhe organizative që ndërlidhen me këtë proces, kosto do të jetë më lartë, kurse një kosto më të saktë, e cila pastaj do të jetë subjekti diskutimit dhe i ndryshimeve buxhetore tona, pastaj do ndodhë më pas. Është një bazë e mirë dhe e fortë e cila e rrit integritetin e procesit zgjedhor në tënësi dhe integritetin dhe mbrojtjen e votës individuale të njerëzve që votojnë jashtë vendit. Ndoshta kjo do të sjellë, siç tha kolegu, një kosto, domethënë më të madhe, më të lartë, po mendoj për shembull që i ka pas dy qëllime, një që askujt mos mja shkurtuar me drejtën më votuar, duke arrit integritetin. Në raport me sekretariatin a i keni diskutuar se sa kanë me qenë gjendje sekretariatin mu përgadit me gjithë këtë procedurë, gjithë të ndryshime edhe me qëllim që kjo procedurë të mos dështojnë fund. Së ndryshimet që janë propozu, përveç janë të kushtueshme, që është në rregull, se janë kushtueshme, kemi pa edhe në Shqipëri që kanë qenë kushtueshme, sa janë të realizueshme. E kuptoj rujtjen e integritetit, e kuptoj mënyrën se si ka shku procesi i kaluar, që ka pas problemet të shumta, edhe e kuptoj nevojën për me ndryshu këtu. Por ndryshimi i propozuar, a do t'jetë i realizueshëm lehtë, a do t'jetë i realizueshëm vështirë? Po na i kemi shprehë në takim, kështu që ajo që ai mbetet sekretariatit është me bu përpjekje maksimale që këtë rregullore me mujt me implementu në këtë proces zgjedhor.